Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua hëngri kosë çdo mëngjes për një vit, ja se çfarë ndodhi më vonë. Shkencëtarët thonë se vetëm një sasi e vogël e kosit në frigorifer paraqet një arsenal të vërtetë të mbrojtjes shëndetësore. Në këtë video, sipas Health.com, do të njiheni me të gjitha të mirat që do t'i vinë në trupin tuaj nga konsumi i kosit në mënyrë të përditshme. Ai u mbron nga luhatjet e sheqerit. Ulëntuesit e shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë grupuar rezultatet e tyre të studimeve që kanë pasur në bazë historinë mjekësore dhe jetësore të rreth 200.000 profesionistëve të kujdesit të shëndetit dhe operatorëve të cilët nuk vuanin nga sëmundjet të zemrës, diabeti ose probleme të ngjashme. Ndjekja e tyre në vazhdim tregoi se konsumi i produkteve të qumshtit në përgjithësi dhe kosi në veçantë nuk ka ndonjë efekt në rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Ai përmban probiotik dhe lufton gjithashtu metalet e rënda. Kosi me përmbajtje probiotike. Probiotikët janë në forma më e mirë e bakterieve që gjenden në stomakun ton, ata merren edhe nëpërmjet ushqimit. Mund të zvogëlojnë absorbimin e disa metaleve të rënda dhe toksinave mjedisore deri në 78% te grashtatzana. Studimi i kryer nga shkencëtarët e qendrës Lawson Institutin e kërkimeve mbi shëndetësi në Kanada ofruan provat e para klinike se një sasi kosi probiotike mund të përdoret për të zvogëluar rrezikun shëndetësor lidhur me mërkurin dhe arsenikun. Kosi është i mirë kundër depresionit. Studimet tek minjt kanë treguar se substancat probiotike të kosit i bëjnë shumë më të qeta edhe pasjedhjeve depresive, ndërsa studimet e njerëzit deri më tani për këtë kundërshtim janë të pakta por premtuese, ndërkohë që kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Ai mund të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit kundër shqetësimeve tuaja. Kosi është i pasur me probiotik dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat që kanë probleme me tretjen. Duke ditur rëndësinë e probiotikëve që ato përmbajnë, do të kthehen në një aleat të vërtetë të organizmit. Do të keni më pak diarre dhe do të merrni më pak antibiotik. Në vitin 2012, një metaanalizë e studimeve të mëparshme të botuar në JAMA ka treguar se konsumi i probiotikëve lidhet me një rrezik të reduktuar të diarres. Në 63 studime rastësore me një total prej rreth 12.000 pjesëmarrësish, përdorimi i probiotikëve u lidh me një rrezik prej 42% më të ulët të zhvillimit të diarres në krahasim me grupin e kontrollit që nuk përdorte probiotik. Kosi është një ndihmës i madh në djegjen e yndyrnave. Nëse po ndiqni një dietë për të humbur disa kilogram, jeni të vëmendshëm që pjesë të saj të bëni edhe kosin dhe sidomos atë pa yndyr. Një studim i një viti më pas i kryer nga Universiteti i Tennessee kanë zbuluar se personat që përfshinë kos pa yndyr në programin e tyre të humbjes së peshës humbën më shumë kile në krahasim me ato që kishin reduktuar vetëm kaloritë. Ngrënësit e kosit humbën 22% më shumë peshë, 61% më shumë yndyr në trup dhe 81% më shumë yndyr në bark gjatë 12 javëve të studimit. Kosi përmban probiotik dhe element të fermentues që ndihmon në tretje. Këto janë në përbërësit më të nevojshëm gjatë një dite. Të ngrënit kos për një periudhë më të gjatë mund të jetë të vështirë, por organizmi nuk i shkakton probleme. Për të çliruar energjinë e mjaftueshme, konsumi deri në 12 filxhan në ditë. Nëse hani kos vazhdimisht, dieta juaj nuk ka nevojë për drithra ose ushqyes të tjerë. Kosi është një zëvendësues shumë i mirë i shëndetit tuaj. Është zbuluar se ushqimi i rënd dhe veçanërisht ai i fast foodeve arrin të zvogëlojë probiotikët. Edhe përdorimi i antibiotikut madje redukton këtë lloj substance. Kosi është një burim i shëndetshëm i probiotikëve dhe në shumë prej rasteve kur ai bëhet vet, nëse blihet element të tillë edhe mund të hiqen nga prodhimi. Kosi gjithashtu është një element shumë i mirë edhe në sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tonë nga toksinat dhe nga bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar dhe inflamacionet dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla si zinku, magnezi dhe seleniumi.
Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kosi është i mirë për kockat. Një filxhan me kos përmban rreth 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse konsumohet që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarreja, është e këshillueshme të hani kos që në mëngjes. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Të vegjëlit e grave shtatzane që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjitë, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimit, të vegjëlit që ushqejnë me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjitë. Kosi përmban pak kalori, për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit edhe organizmin të humbasë më shumë kilogram. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet e ushqimeve dhe bakteriet e tyre. Shkencëtarët thonë se një sasi e vogël e kosit në frigoriferin tuaj mund të kthehet gjithashtu në një aleat të paçmuar të organizmit. Kosi ndihmon gjithashtu në shumë drejtime. Ai mund të ofrojë përfitime të larta për organizmin dhe vlerat që do t'jap trupin do ta bëjnë atë një nga elementet më të rëndësishëm ushqyes të dietave tuaja. Ndaj siguroni që të kosin ta keni edhe pjesë të racioneve më të mira. Ai do ju ndihmojë në eliminimin e kileve të tepërta. Hani 500 gram kos në ditë dhe bëuni gati të blini pantallonat ose xhinset e reja. Një përmas më të vogël kuptohet. Kosi është shumë i mirë për ato që mbajnë në dietë. Sipas një studimi amerikan, ata të cilët hanin rreth 500 gram në ditë gjatë ditës së tyre humbisnin 22% më shumë peshë dhe 81% më shumë djamë në zonën e barkut, se personat që nuk konsumonin kos në dietën e tyre. Djami rreth belit prodhon hormonin kortizoli i cili i thot trurit të shtojë më shumë djamë. Kur hani kos, kalciumi drejton qelizat djamore dhe prodhon më pak kortizol, gjë që ju ndihmon të humbisni në peshë, ndërsa aminoacidet e kosi ju ndihmojnë në të tresni qelizat të dëmshme. Kosi përmban gjithashtu bakterie të mira. Bakteriet të mira të kosit janë bakteriet të cilat jetojnë në aparatin tuaj tretës dhe ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që shkaktojnë infeksione. Për këtë arsye, kosi ndihmon edhe në tretjen e ushqimit. Ai është perfekt për ata që vuajnë nga fryrja. Kosi është plot me vitamina. Një paketim i thjesht me 500 gram kos do të gjeni vitamina minerale të rëndësishme për njeriu si potasiumi, fosfori, jodi, zinku, riboflavin, B5, B12 e të tjera. Vitamina B12 sidomos është shumë e rëndësishme në dietën tuaj dhe është një vitaminë që gjendet zakonisht në mishin e pulës ose të peshkut. Vegetarianët mund të marrin këtë suplement që u mungon te kosi. Gjithashtu, ai është një ushqim perfekt për palestër, kur stërviteni humbisni shumë energji dhe duhet të ruani muskujt, prandaj edhe pas stërvitjes ju duhet të zvendësoni energjinë e humbur duke marrë proteinat e duhura të rëndësishme për të fuqizuar muskujt. Kosi ndihmon shumë në këtë drejtim dhe mund të ofrojë shumë përfitime. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër tensionit të ulët. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se ç'është e rekomanduar. Kripa sapo t'i shtoni shije i hedh edhe më shumë element në tensionin tuaj. Potasiumi i kosit pastron trupin dhe sodiumi ose kripa e tepërt. Kosi gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të konsumuar edhe në mbrëmje. Sipas ekspertëve, kosi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të larguar bakteriet e këqija. Sipas një studimi të Universitetit të Vjenës, gratë që hanë një kos çdo ditë kishin qelizat të më aktive dhe më të forta se ato të cilat nuk e konsumonin atë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.